Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lusim Allahun Azza wa Jal që Allahu Azza wa Jal ibadetet tona nga ne Allahu t'i pranon. Lusim Allahun Azza wa Jal që të vdekurit tonë Allahu Azza wa Jal të mëshiron. Pranat e lutemi për vdekit tanë, mirë për nuk ka suneti pejgamberit Allahu, që të vizitojnë Varrezën, kjo a tradite jo muslimanëve, që të shkojmë të Varrezën nga se nuk transmetohet, në asë një hadith, asë nga pejgamberi Allahut, asë nga shokët e pejgamberit Allahut, asë nga imamat e mëdhej, asë nga gjeneratët e arta se dikur ditën e Bajramit i ka vizituan të vdekurit të Varrezën. Kjo a tradit e krishterëve që ka depërtu dhe të ndëshën fejën tonë. Para ta banë lutë për tonë këtë ditë, nash e mjaftoshme dhe nuk ka pejsunerit pejgamberit Allahu që të vizitohen ato. Për arju që Bajrami Allahu në i pranov veprat. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa bukur ndezin kandilat e urimit, tani më po fiket zjarri i idhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për tonë thellë në zemrën e muslimanit, e për tonë thellë në zemrën e muslimanit. Knat shpirtin dhe zemrën ky Bajram i bukur, të gjithë njerëzit me brenga i bën të lumtur. Plet që fëmi gëzohen e përqafohen, me sy dashurie të gjithë po shikohen. Sa bukur ndezin kandilat e urimit, tani më po fiket zjarri i idhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për tonë thellë në zemrën e muslimanit, e për tonë thellë në zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezin kandilat e urimit, tani më po fiket zjarri i idhrimit. Sa e këndshme